Duke pa e çurinë e mirë që pat vitin e kaluar, suksesin dhe kënaqësinë e fëmijëve, ne që punojmë gjithmonë me familjet në vështirësi, me fëmijë që kanë nevojë për mbështetje, patjetër planifikuar që këtë vit të jetë edhe më i organizuar, edhe më i madh edhe me më shumë fonde. Qëllimi kryesor është që gjatë periudhës që unë mbaroj viti shkollor, fëmijët jenë të organizuar dhe të kalojnë kohën e lirë në mënyrën e duhur. Që koha lirë të shërbejnë atyne për lojna, për edukim, për zhvillim psikosocial që fëmijët kanë nevojë. Për këtë arsye na kena organizuar një plan të mirëfillt të detajuar për çdo ditë dhe për çdo orë që fëmijët qëndrojnë në kamp, ku janë të ndërthurura lojnat sportive, lojnat argëtuese, lojnat edukative, tema të ndryshme sociale që fëmijët njihen mirë. Unë jam Emilia Baba, jam 11 vjeçare dhe kam ardhur këto për mu argëtu dhe jam shumë e kënaqur që vite kampi veror dhe bëjmë shumë lojë argëtuese. Këtu kam njeh shumë shoqe dhe shok të ri. Unë jam Amar Curri dhe erdha në këtë kamp veror duke ma sugjeruar një shok i imi dhe kam dalë shumë i kënaqur për tyre edhe me mësuesit që kemi për kujdesari për këtë kamp veror, por edhe me shokët dhe shoqet e reja që kam zënë në këtë kamp. Okay. Edhe këtejna drejt. Ishe disa të tjilë të deli ju jashta. I bajt, marë, drejt. I kam smajt.